Nënë e birë humbën jetën tragjikisht këtë të diel në Maliq nga asfiksia, pasi zjarri shkrumboi shtëpinë e tyre. Pjesëtarët e familjes Azizllari nuk mundën të dilnin dot në kohë nga banesa dhe përpasoj gjetën vdekjen. Viktimat janë Mejreme Azizllari dhe djali i saj 14 vjeçar. Ndërkohë, edhe vajza e mitur 6 vjeçare e familjes është transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Korçës, ku mësohet se është në gjendje kritike për jetën. Banorët kanë rrëfyer momentin kur panë se shtëpia e familjes Azizllari ishte djegur plotësisht dhe mësuan për tragjedinë e rëndë që kishte ndodhur. Dhe kur dola, kur shkoja fëmija qante në obor, thash një Allah me mimi që e ka lef mi të qaj, thash unë, kur vete unë qartë të shigoj një, ishe shkrum pizi ishte, thres të kom shumë këtu, që që ndodhi dhe kjo orimi, thash unë, pa hajtë nuk e shigoj do qa ka ndodhur, hajtë shigoj e vetë, kur vajtëm atje qartë të shigonim, pasaj ra derës me kembë kjo orimi, hymë atje, neve të roqëm djalin për kembë që doli për jashta, ati ishe shkrum. Asa që si binte lesh nuk e do të dashi nuk e mbledh do të vetëm më ka zënë zemra që vdiqja. Po nëna e fëmijëve ku ishte? Po ne nuk e dini, pastaj kur na erdhi policia dhe thanë që është brenda. Pa nuk e pam në brenda, po ta kishim paqën trequr dhe atë. Po bashkëshorti i Mejremës. Në punë ishte katra, ai mëruar me erdhaj suri kokën me dorë. Të shikoj fëmijët, thoshte fëmijët i mori ambulanca i thanë neve. Shkaqet e zjarrit tragjik nuk janë zbardhur ende, ndërsa forcat e policisë dhe grupi hetimor kanë shkuar në vendngjarje.